Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga i falë dhe ndihmë kërkojmë. Të ndershëm vëllezër, Ramazanin na mëson ruajtjen e kohës dhe vlerësimin e saj. Domethënë kjo tema, të cilën do të mundohemi ta shtjellojmë disa minuta sot inshallah. Allah subhanahu wa taala në Kur'an thot ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat shqipi vjen agjerimi është ditë të numëruara. 29 ditë ose 30 ditë. Ama janë të numëruara. Dhe dietarët kanë thonë quhen të numëruara, pse quhen të numëruara? Sepse çdo gjë që quhet pak numërohet. Çdo gjë që është shumë nuk numërohet. Ju ke pa, kemi dëgjuar, mëse numërove se shumë janë. Domethënë s'kemi kohë me numëru, tepër janë. Ama çka është pak numërohet. Ama neve Ramazanin ndonjëherë na duket shumë apo. Është e vërtetë se na duket se gjatë. Ama numërohet ditë. Ta di se çka numërohet nuk është shumë, por është pak. Të ndershëm vëllezër, Ramazanin, secili prej nesh tash në këtë muaj e bën një plan program mandrish. Po jo që ne duam, po Ramazani vetë ju ta mëson një program, ta imponon, mos them ta imponon, se fjalë nuk më duken rregull. Mirë po, Ramazani vetë ju na mëson neve një jetë tjetër në Ramazan. Për shembull, në Ramazan, namazin e sabahut shumica mundon me fal në xhami. Apo, jashtë Ramazanit nuk është kështu. Dashtëm apo nuk dashtëm nuk është kështu. Domethënë tash Ramazan, programin e parë, si firin edhe më njëherë bëhesh gati me abdes i vjen në xhami. Si të kaloj Ramazanit, që këtë program si ki, as ti asu. E dyta, shembull në drekë, e planifikon me shku me një xhami tjetër, që jashtë Ramazanit do shta jo. Një kindi, shembull, sot kam shku në këtë xhami, kam dëgjuar ligjërat, nesër kam shku në këtë xhami. Pastaj akshamin normale, te ne tradita është ashtu. Nuk falet namazi akshamin në xhami, edhe pse është mirë do të ishte falet në xhami. Shembull, si mundet me ndodh, po secili merr hurma dhe ujë, vim në xhami, thirrë ezani për shembull. A thirrë ezani akshamit, i ham 4 hurma, 5 hurma, pim ujë, e falim akshamin dhe shkojmë te shtëpia bëjmë iftar. A ndodh diçka? Kur çfarë ndodh? Se unë për shembull kam jetuar në Medinë edhe shumë për vjet, 9 vjet se kam qenë atje, kështu e kena bën Ramazanin. Kena dalë në xhaminë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shtrojnë atë hurma, ujë, dikon edhe në një kas, në një copë bukë, a jashtë xhamis shtrojnë dhe orise, mishe, domethënë më shumë. Për ata që janë të pamundshëm. Çka na ndodh neve me qenë se vënë kur çon s'na ndodh. Vetëm namazin që na fal me xhamat. Po te ne nuk është tradit. O vetëm e potencova se si mundet edhe ndryshe. Edhe një asi ose në taravih, secili prej jush e planifikon me shku sonte në këtë xhami me fal taravih, nëse në këtë xhami kështu më radh. Domethënë të ndershëm vëllezër, me dashnë njerëzit, me dashnë, secili e bën një kriter, një rregull gjatë muajit Ramazan, por edhe jashtë Ramazanit. Ndonjëherë jeta jonë na imponon rregullat, ndonjëherë ne vetë i bëjmë. Shembull, ata që janë në punë, a mundën me vendos rregulla vetë dhe ata, a duhet sipas rregullave të punës? Po sipas rregullave të punës. Shembull, thotë në punë duhesh me qenë 7 ora. Ti në bazë asaj që duhesh me shku në punë e bën plan kur me fal sabahun. Apo? Po më qenë se si në punë. Domethënë i bën rregullat vetë. Ama në momentin që je në punë, ta ka vendu dikush një orar, një rregull, ti tash duhesh në bazë të atij orarit edhe rregullat tjera. Por atë çka Allahu subhanahu wa taala na ka caktuar Ramazan një orar. Ka thonë deri në këtë kohë e ke sifirin, edhe deri në këtë kohë e ke iftarin, edhe në këtë kohë e ke taravin, në këtë kohë e ke sabahin kështu kri puna. Tash në bazë kësaj ne duhet me punon. Të dashur vëllezër,
Se cili prej nesh realisht është përgjec për jetën e vetë. Nuk mund është ti me qenë përgjec për jetën time. Po, ka një njeri që o përgjec për të gjithë neve. Ajo krijetari i shtetit. Ajo që në ka në bikqirje, ajo që kujdeset për ne i krijetari i shtetit. Po. Mirë po thamë kështu, vetë për punët e tona. Se cili je përgjecësi për vetë vetën. Se cili për nesh, je përgjithësi për vetë vetë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa i përket kohës, thot shfrytëzoj 5 gjëra para se të vinë 5 tjera. Jo që këtë hadith si keni ndëgju ju, po me qenë se e ndëgjoni edhe një herë si për kujtim. E para, thot shfrytëzoj rinin tënde para se të bësh plak ose të vjen pleqëria. Kështu të tha, të nësi kanë thonë, nëse s'ke bën më deri në 14 vjet, lën e krejt. Nuk mundesh. Se njeriu mbi 14 vjet nuk forcohet, fillon të dobësohet. E tash shfrytëzoj rinin edhe për ibadet, edhe për punë, edhe për gjithçka. Se në momentin që vjen pleqëria ose shkon ka pleqëria, nuk mundesh me përparu, nuk mundesh me shku shumë përpara, por po se mundesh mu qetësu dhe mundesh mu stabilizu. E dyta, shfrytëzoj shëndetin para se të vjen sëmundja. Të ndeshëm vëzër në tash të në xhami, se cili prej jush ka dika të shtëpia ndoshta të pa qef. Që nuk mundet, edhe ai ka dash në ardhë xhami, por nuk mundet. Inshallah. Se ma ketë se njeriu kur s'mundet vetë, nuk ka. Inshallah Zoti nuk na sprovon kështu. Ka lloj smundjes, po them se s'ka. Ama bile i thonë, kam të veta, është kam të veta, alhamdulillah. Inshallah Zoti bëjnë i doa vëzër, se shtajt, para iftarit. Inshallah Allah nuk na sprovon. Po dhe me qenë se na sprovon, inshallah e na në kam tana, e disa punë i krim vetë. Pasurinë tënde para varfërisë. Do më thonë shfrytëzoje pasurinë tënde para se Allah në çka ndodh. Ku e dim ne çka mund të ndodh. Sot ke, nesër nuk ke. Sot s'ke, nesër ban. Nuk i di. Ama nëse sot kemi, duhet me shfrytëzu pasurinë tonë në nivel të duhur sipas edhe fesë edhe kampit edhe traditave tonë. Kohën e lirë para angazhimit. Kemë dhe ke një kohë të lirë, shfrytëzojeve, shko misafira, shko dikun. Bane një vepër të mirë. Se shumë herë dim me thonë Allah, apo vjen me filan vend dhe me shku me pa vdekje, Allah me amizant. A vjen nesër vdekje amizant. A vjen me pa një sëmur amizant. Angazhimi, i zant. E kur t'je i lirë, shko me vetë, pa të thirë dikush. Se kretë tash këtë kohën e fundet e mbën një mend para 30-40 viteve të ne punë ka pas e hanë e martë e mërkuna ente e premte. Qëtu në ndilën në kohën e socializmit jam të full. Në kohën e Jugoslavisë, apo? Unë e pak e kam arrit. Ama ju më të vetë e dini mirë. E thëshin në Turki punojnë, unë e bashkë e moj mend, e di. Ali ti në kamerë mund është me fshinj ta. Sa punojnë në Turki, o të shes do nes fes. Që kështu thëshin. Në më thonë shumë, ti që ka me thonë, pinë 6, deri në 6, 8 në kësham. Shumë, a? E të ne sa punojnë tash? Dinë para iftarit, henes njerëzit, kalaballëk i madh. Si cili të mundu me fitu, diçka me punu. Në më thonë, kanë drishu si ta ata. Ta që kanë njësë me punu, ma shumë. Në s'ka këtë lirë, ma. Për para darës me të kur janë bon, dilën. Pse dilën, se asë një së në punë. Apo, ta është dilën, Allah i zantë jam. Punoj privat, punoj këtë, punoj atë. S'ka, nuk ka këtë lirë. Shumë të mira, ama shumë të qame. Vallaj, por nëse e bënë e sapë tash, qka kemi dhe qka kam pasë prindëve tonë para 14 vetëve, ne ina, shumë be për para. Me të mira. Pak punë, shumë të mira. Ama s'pja din vlerët. Pra qka ka vëzër, nëse dë njëherë i ven koha
ose do një kohë të lirë, keni shfrytëzonja për një punë, se angazhime sa dush keni, edhe e fundit, shfrytëzoj jetën tënde para vdekjes. To është në jena gjallë, alhamdulillah, ato që janë gjallë. Shfrytëzonja kohën, edhe jetën që kur të vere vdekja, më s'ka atje mundësi. Mundohet disa njerëz në përmet disa kujt djuni, disa filozofia me ndihmu, nuk mundesh me ndihmu. Ka vdek njeri u këti puna. Por që se e gjallë, lexo Kur'an. Po nuk mundesh në dëgjoj Kur'an. Se e gjallë falu. Se e gjallë respektoj prindërit. Se e gjallë, ku e di, bën vepra të mira. Se në momentin që vdiqe, vallah edhe 1000 hatme me t'i kënu. Nëse s'ta ka da shpirti hatmen, pa t'ja vaj. Ne mund me ta po qefin. Këj pa t'u këshej. O që, ave këna një hatme, ba, s'ka problem. Ave ta bëjna, s'ka problem. Po në qka bëhet me njeriu që do me ba hazin e se ka dosh hazin? E kuptoni tash? Që shembull, unë si djalë, babës tem po do me a gjetë një beden me që unë hazin bëndë. Ama baba em se ka qenë gjallë se ka dash me hazin, iq. Hyq se ka dash me shpirti. Por sa duke qenë gjallë, dhe zërë. Zoti thot duke qenë gjallë që ka kena me ba. Jo përse mësi të vdesim, që ka mundën fëmijët me tonë me ba, diçka pranohet e diçka nuk pranohet. Si do qoftë, hadithi i ditë tash, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka mundësi me lëviz këmbë askujt prej nesh në ditën e gjykimit, derisa të pyetet secili prej nesh për 4 gjëra. 1, 2, 3, 4. A mundet dikush? Jo, nuk mundet askush me shpëtu pa u marrë pyetje për 4 gjëra. E para, jetën tënde ku e harxove? Çka bane me jetën tënde? Zoti thot ti kam dhënë 60 vjet, 70 vjet. Çka bane dhe çka veprove për 70 vjet? Ti duhesh me dhënë argument. Duhesh me shpjegu ti unë e krejt. E dyta, diturin tënde që e fitove në fakultetin, shkollë të mesme, fillore, magistraturë, doktoraturë. Çka veprove mat? Çka bane mat? A e shite, a e bleve, a shpërndave diçka fisabilillah? A kontribove për popullin tënd me dituri? A e shkatrove popullin tënd me dituri? Se keni pa kohën e fundit. Kush vjedh më mirë në botë? Ata që din. Ai fugaraja, shkon ku di unë, hin edhe bankën me vetë që ka vetë 10 milion euro, 20 milion euro, e zanë këti puna. Ato diturit, ato vjedhin më mirë, jo 10, 100 milion, me miliarda. Edhe a i msheti kush në botë? Askush. E kuptoni ta që kam me thonë dituria. Dituria përdoret për të mirë, por dituria dhe kështë përdoret. Por a qka, kur në njeriu i mirë, kur ka edhe dituri, ama ka edhe moral, ka edhe etik, ka edhe edukat. E treta, pasurit që e ke fitu. Si e fitove dhe ku e harxove? Se cili, edhe ai që i ka 10 dinar, edhe që i ka 100.000 dinar, edhe ai që i ka ma shumë, se cili ka me dhonë përditësi. Ku e fitove dhe si e harxove? 1+1 bëjnë 2. Edhe e 4ta, edhe për trupin tonë. Trupin. Ku e lodhe trupin ti? Ku e mundove trupin? Ku e shkatrove trupin në fundit? E dy një vlezër, për shembo, vetë vrasja, pëse o shumë keq? Se Zotë të ka dhonë trupin, të ka falë. Ti mundesh me shkatru. Për shembo, ku a di une, shte jam lidh me dika une, këto japonezët e kanë ato, samurajt e japonisë, si di e keni pona për filma, shembo dhe se ka gabu diçka, e dënon vetën para ati shefit vetë. Edhe me shembull ma të shpatën trap gishtin e të putë. Edhe ja lidhin. E ki gabusën e ki kri dëtirën ti, duhesh me u denu vetën. A e qatë gisht, a i samurajt, ato japonesët, 200 milion zotra besën, sa më të furse për ato. Po për shembull me ndodhë muslimanit. Që shemë, që këtë gishtin unë me të ushi, ju ka kujtu e këputi vetë me për qef. Po, bolli kam tjerë me që një minus. Qatë gishtën e me në gjennet, më. A u kuptu? Ta majnë i mend.
Çka e shkatron njeriu trupin vet? Qatë pjesë trupit se në menë xhenet. Për çfarë duhet më javnu mendën mirë? Se Allahu na ka dhënë këtë trup me bojë ibadet, me kryet e tira obligime, e jo me shkatru. Pse Allahu të ka ndalu drogën? Me qenë, po e kështë leju, po në madhe, gjitha e luft në botë, o halal, o haram, që e halal, që të një pani. Po me po halal se interesant, asja se pima. E kini po, valla, për shembull, që alkoholin, prej sot u ka po halal. Ja, sa interesant, kanë me nxerë diçka tre. Pse o haram? Kanë me bo njësit. Se njeriu dhe njëherë, pse o haram me banë? Vëç të shofe që ka. Njeriu me njeriu. Njeriu që ka i banë vetës keq, vallaj as kush nuk i banë. Që e ki po realisht njeriu që ka i banë botës. E shkatron edhe tokën, e shkatron edhe vetë vetën. Se kur e mundot me bëmë një të keqe mu, nuk ka mundësi me shpëtu pa e bëmë edhe vetës një të keqe. Kretë kjo ka të boje me kohën. Kitë ka kjo boje me Ramazani dhe koha. Ramazani dhe qka bëjmë ne? Që 2 ditë shkunë. Sot e 3 dita, po. E dita. E 3, o. Sa shpejt që një be ditëve. E 3. E, valla, më përni më ka hapit me indjen. A i mirë gjemë ka thonë, o gjo, ki dalë me u vakë si e shonë. E, 3 ditë. Kur benisi, kur shkoj? Më një mend, veç ku të shone Allahu Ekber, imamin hudë me u bo bajram. Po, valla. Unë e moj mend Haxhi me Faidin, e kena pas të atë bare, kom pas shotë shumë. Që që ka e tu? Thëjke, o, Hoxha, me mu kërë folë. Thëjke, Ramazani deri sa të njësë o pak zarë, ato ditë, hanë satën e 1 muaj, e 2 muaj, sa kanë mejtë Ramazani në 6 muaj, në 5 muaj. Se si të njësë, shkoj Ramazani. A njësi, shkoj, u kri puna. A deri të njësë, o pak mërzije, a më si të njësë, shkoj. Që kjo në kohë, e kitë varët nëse kina me shfridzu, por atë qka kënë disa regula, jam të i përmejnë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 2 begati, ni'matani, ni'mete, keni të gjuhë fjallën, qëfar ni'meti be, apo? Ni'met do më thonë shqip begati. 2 begati, thot, Allahu subhanahu ta'ala, ja u ka dhonë njerëzve. Ama njerëzit nuk e shfridzojnë. Shëndetin edhe kohën e lirë. Shëndetin edhe kohën e lirë. Vallaj, nëse analizon, çka do me thonë shëndeti, është për të habit. Veç ato që se kanë e dirë. Jo që nejna kush e di sa të mirë, sa të fort, që nëse dhe njeri ka një problem. Ama aj që e humë shëndetin kretë, e din çka do me thonë shëndeti, edhe aj kur s'ka kohë të lirë, me shku dikun, e din çka do me thonë koha e lirë. Të dërshëm vëzër, Hasan al-Basriju, rahimullahu, ka qenë për djetarve, ka thonë, kam arrit, i kam taku njerëzit për para, kanë qenë më të kujdeshëm për kohën e tyre, se sa ju për pasurinë e juaj. Hajde të analizojmë pak. Tash, në këtë vakt, njëri ju, kujt jam atë gajinën ma shumë, a kohës a pareve? Unë për vetë e pareve. Pareve va moj gajden ma shumë. I njehi, i qëjmë bankë, nesëm shkoj në zeri, për që qatë punë një. Ama kohës jo. Se sa humbi kohë me këtë punë, nëse analizon njeri e lenë. E thot ne për para, ma shumë i kishim gajden kohën. Qka i nga të bo me kohën? Se e kena shfridzu kohën? Sa kena punu në brenda se kohë? Sa të mira kena përfitu brenda se kohë? Se sa pare. Se pare përse vetë vjen. E keni po njerëzit që kanë pare, ata e shfridzojnë kohën maksimum me 1 minutë si hikën. Se si të hikën 1 minutë, do më thonë, atëherë vetës ja vëndon një dënim, edhe duhet me ja vëndon një dënim. Abdullah ibn Mas'udi, radiallahu anhu, thot, nuk jam penduar për asgjë më shumë se sa për një ditë që perëndoi dielli, e unë e thot, nuk bana asgjë për jetën time, as nuk i shtova veprat e mia, as nuk i paksova mëkatet.
Njeri jo, për shembull, prej sabat deri në akşam, mundet me bon mirë, mundet me bon keq. Mundet me shtu të mirat, mundet me shtu të ligë dhe të këqija. Këto jam i ne, e çka kena me bon se cili për ju që din vetë. Të ndërshëm vëllezër, Ramazani si ta shfrytëzojmë para, ta shfrytëzojmë këtë muaj me gjithë çka që quhen adhurime. Adhurime, namaz, zeqat, sadaka, ku e di unë, vizita e sëmurëve, nëse ka dhe një vdekje, me shkun të vdekje, dëgjimi legjeratave, leximi Kur'anin, gjithë çka që quhet ibadet. Ta shfrytëzojmë këtë muaj, se askush nuk na garanton neve se kena ma arrit Ramazanin e arshëm. E treta, ta shfrytëzojmë të rrim ma shumë punim me tritë ta. Wallahi po. Ma shumë, se cili për nesh duhet me qeni matur, edhe mos me amat gajrë veç vetës, edhe veç familjes vetë, por është mirë me kontribu edhe për rrinin tonë. Edhe fundit, Ramazani ka net të mdhaja, ka ditë të mdhaja, pse o ditë e madhe se agjerimi o ditën, po natën ka namaz taravije, ka namaz natë, o ka natën e kadrit, ka fundit. Do me thonë, gjithë çka ka Ramazani, po këtë varet se si kena me shfrytëzu, edhe kena me pas kohë të mirat dhe veprat e mira me i realizu. Inshallah Allah subhanahu wa taala, të ndërshëm vëllezër, na më të mundshme që të vazhdojmë me veprat mira, të largohemi nga veprat e liga, inshallah Allah na udhëzon e të gjithë së bashku në xhennet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.